Një ditë që nuk do ta harroj. Ishte një mëngjes i zakonshëm në Dineri ton. Një vend i vogël ku njerëzit e lagjes ndaleshin për kafet e tyre të mëngjesit dhe sanduiqet klasik. Emily Carter, një vajzë e thjesht me flok kafe të gjata dhe një buzëqeshje që shpesh ndriçonte dhomën, po përgatiste tryezat dhe radhiste filxhanët e kafes në raftin e pasëm. Ishte një ditë e zakonshme, me klient të zakonshëm, derisa dera u hap me një zhurmë të fortë dhe një grusht ajri të ftohtë u përhap në dhomë. Brenda hyri një figurë që ndryshonte të gjithçka. Richard Alston, një miliarder që zakonisht shihej vetëm në kopertinat e revistave ose në konferencat e biznesit. Ai nuk ecte vetëm. Një ekip i vogël sigurie e shoqëronte, por kjo nuk i ndaloi oficerët e policisë që ishin tashmë jashtë lokalit të afrohen me urgjencë. Zoti Alston, duhet të na ndiqni, tha një polic me një ton të prerë, por ai, pa shikuar nervoz, ngriti dorën dhe foli me një qetësi që la të gjithë në vendin e tyre të ngrirë. Ju lutem, le të sqarojmë këtë situatë brenda. Emily nuk mund të besonte çfarë po ndodhte. Për disa sekonda, fryma e kafeneve u ndal. Klientët ulur, që dikur flisnin për sportin ose lajmet e mëngjesit, tani shikonin me sy të çuditshëm, duke pyetur veten nëse duhej të largoheshin apo të prisnin çfarë do të ndodhte. Polici u përpoq të ishte i vendosur, por Emily ndjeu një ndjenjë të papërshkrueshme të drejtësisë dhe instinktit njerëzor. Pa u menduar 2 herë, ajo u vendos midis oficerit dhe Alstonit. Ju lutem, tha ajo, duke i dhënë një shikim të qetë policit. Kjo nuk është vendi për një konfrontim. Le të bisedojmë brenda. Alston e shikoi me mirënjohje, por pa fjalë, duke vlerësuar guximin e saj. Në atë moment, tensioni në ajër ishte i padurueshëm. Polici u ndal për një çast, duke matur situatën, ndërsa klientët e tjerë filluan të përqendroheshin te secila lëvizje. Brenda minutash, situata u qetësua fal qetësisë së Emilyt dhe fjalëve të zgjedhura me kujdes të Alstonit. Ai tha vetëm disa fjalë, por ato fjalë ishin të mjaftueshme për të ndalur çdo tension. Nuk ka asnjë arsye për konflikt këtu. Le të flasim si njerëz. Pas largimit të policisë, atmosfera e Dinerit filloi të rikthehej normalitetit, por diçka kishte ndryshuar për Emily. Nuk ishte vetëm një ditë tjetër pune. Ishte një ditë ku ajo pa fuqinë dhe ndikimin e një miliarderi nga afër, dhe, më e rëndësishmja, e kuptoi se edhe një akt i vogël guximi mund të ndryshojë rrjedhën e një situate që dukej e paevitueshme. Në darkë, ndërsa mbylli dyert e Dinerit, ajo nuk mund të ndalonte së menduari për incidentin. Ndonjëherë, tha për vete, fati të vendos në vendin e duhur dhe në momentin e duhur, dhe ata që kanë fuqinë mund të jenë më njerëzor se sa pritet. Kjo përvojë e papritur do të shënonte fillimin e një lidhje të pazakontë mes Emilyt dhe Alstonit. Një lidhje që nuk kishte të bënte vetëm me para ose biznes, por me respekt, besim dhe një ndjenjë të re për mundësitë që jeta sjell kur më pak e pret. Një fuqi e papritur në Diner. Disa ditë pas incidentit me policinë, Emily Carter po përgatitej për një ditë tjetër të zakonshme në Dineri ton. Ajo ende ndjente jehonën e tensionit të mëparshëm, por nuk e kishte menduar se historia do të kthehej për të shfaqur një tjetër surprizë. Pikërisht në mesditë, dera u hap sërish dhe, me të, u ndje një frymë e fuqishme ndryshimi në ajër. Ishte ai, Richard Alston, por këtë herë nuk ishte i vetëm me sigurimin e tij të zakonshëm. Ai u ul në një tryezë në këndin e Dinerit, me një qetësi që nxirrte autoritet dhe pushtet. Çdo klient që e shikonte ndjeu një përzierje habie dhe respekti, dhe për Emilyn, çdo gjë dukej si një ëndër. Pa e paralajmëruar, Alston urdhëroi që disa nga klientët të largoheshin nga tryeza pranë tij, dhe porositi diçka që as Emilyn nuk e kishte parë ndonjëherë. Një mend të veçantë, e gjitha e shënjestruar për të ndihmuar komunitetin e lagjes. Ai kishte përdorur lidhjet e tij dhe burimet e pafund për të siguruar që Dineri të bëhej një vend ku çdo klient mund të ndjehej i përkujdesur. Emily nuk mund ta besonte syve. Për vite të tëra, ajo kishte parë vetëm klientët e zakonshëm që e vizitonin Dinerin. Tani, përpara saj ishte një miliarder që jo vetëm që mbante pushtet, por e përdorte atë për të bërë diçka të mirë në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe të prekshme. Alston e shikoi Emilyn dhe buzëqeshi, një buzëqeshje që nuk kishte asnjë arrogancë, vetëm mirënjohje dhe respekt. Emily, tha ai, atë ditë që më ndihmove të shmangja një konfrontim, tregove guxim dhe maturi. Dua që kjo të njihet dhe të shikohet nga të gjithë këtu. Më pas, ai nxori një kartë të vogël nga xhepi i tij dhe e vendosi mbi tryezë. Kur Emily e mori, pas e ishte një kartë dhuratash me vlerë të madhe, por jo vetëm për të blerë mallra. Kjo ishte një mënyrë për të transformuar Dinerin në një vend ku çdo punonjës dhe klient mund të përfitonte nga shërbimet e Alstonit. Mbështetje për komunitetin, burime për familjet me nevojë dhe mundësi për të rinjt që kërkonin punë. Çdo objekt i vogël në Diner, filxhanët e kafes,
tavolinat e thjeshta, raftet e mbushura me ëmbëlsira, u ndriçuan nga vlerat e reja që Alston solli. Për Emilyn, nuk ishte vetëm një ditë pune. Ishte një përvojë që i tregoi fuqinë reale të ndikimit të njerëzve me pasuri dhe ndikim, fuqinë për të ndryshuar jetët e të tjerëve në mënyra që nuk mund të imagjinonte më parë. Në atë moment, ajo kuptoi diçka të rëndësishme. Ndonjëherë, guximi dhe mirësia e një personi të zakonshëm mund të bëjë që pushteti dhe pasuria të shfaqen në mënyrë që të shërbejnë për diçka të më të madhe. Dhe ndërsa shikonte Alstonin që u ngrit për të shkuar, ajo ndjeu një ndjenjë të pazakontë frymëzimi, një ndjenjë që do të qëndronte me të për gjithë jetën. Një lidhje e pazakontë dhe fuqia që ndryshon gjithçka. Disa javë pas vizitës së papritur të Alstonit, Emily po punonte në dinerin e saj, kur një zhurmë e madhe nga rruga e jashtme tërhoqi vëmendjen e të gjithëve. Një aksident i vogël kishte ndodhur para lokalit. Një makinë kishte humbur kontrollin dhe kishte goditur një pjesë të trotuarit, duke rrezikuar këmbësorët dhe klientët që prisnin për kafet e tyre. Pa u menduar dy herë, Emily nxitoi jashtë për të ndihmuar, duke urdhëruar klientët të largoheshin dhe duke mbajtur fëmijët larg zonës së rrezikut. Tensioni ishte i madh dhe fryma e panikut përhapej shpejt. Në atë moment, dera e dinerit u hap dhe Alston hyri brenda me qetësi dhe vendosmëri. Me një telefon në dorë dhe një komandë të qartë, ai organizoi autoritetin e tij të madh në sekonda. Shumë policë dhe zjarfikës, që sapo kishin bërritur në vend ngjarje, ndaluan për të marrë udhëzimet e tij. Një burim i fuqishëm i rrjetit të tij të kontakteve dhe kompanive të tij u aktivizua menjëherë për të siguruar ndihmë dhe për të minimizuar dëmet. Emily qëndroi pranë tij, e habitur dhe e frymëzuar. Nuk mund të besonte se një vizitor që më parë kishte qenë një klient i zakonshëm, tani mund të kontrollonte një situatë kaotike me kaq autoritet dhe efikasitet. Ai nuk bëri asnjë skandal, as arrogancë. Çdo veprim ishte i saktë, i shpejtë dhe me një qartësi të jashtëzakonshme. Pas incidentit, Alston ju afrua Emilyt dhe i tha me një buzëqeshje të qetë: "Ditët e guximit dhe të mirësisë nuk kalojnë pa u vënë re. Ti tregove për të dyja, dhe kjo më bëri të dua të sigurohem që ti dhe komuniteti juaj të jeni të mbrojtur dhe të vlerësuar." Ai nxori një tjetër dhuratë, këtë herë për dinerin, një fond për përmirësimin e pajisjeve, sigurimin e ushqimeve për ata që kishin më shumë nevojë dhe një program për të rinjt që kërkonin mundësi pune. Për Emilyn, kjo nuk ishte thjesht një dhuratë financiare. Ishte një shenjë e fuqisë së tij për të bërë ndryshime reale dhe për të dhënë shembullin se pasuria mund të përdoret për të sjellë mirë në botë. Në fund të ditës, kur klientët u kthyen dhe atmosfera u rikthye në normalitet, Emily kuptoi diçka që nuk do të harronte kurrë. Të qenit një person i zakonshëm me guxim dhe ndershmëri mund të sjellë pranë njerëzve më të fuqishëm dhe të ndikojë në mënyrë të jashtëzakonshme jetën e komunitetit tënd. Kjo lidhje e pazakontë mes një ajtresi të zakonshëm dhe një miliarderi jo vetëm që ndryshoi përditshmërinë e dinerit, por edhe perspektivën e Emilyt për fuqinë, drejtësinë dhe mirësinë, duke treguar se shpesh ato që fillojnë si veprime të vogla mund të kenë pasoja që të i kalojnë imagjinatën më të largët.